KPA shkarkon nga detyra prokuroren e Tiranës Mirela Zavalani. Kolegji i posaçëm i apelit ka shkarkuar nga detyra prokuroren e Tiranës Mirela Zavalani për deklarim të pamjaftueshëm të pasurisë dhe për cënim të besimit publikut. Mirela Zavalani u konfirmua në detyrë në 15 qershor nga KPK pas një seance dëgjimore ku u evidentuan më së shumti gjetjet për pasurinë e vjerit të saj. Po ashtu trajtua edhe e ardhura e përfituar nga dhënia me qira kunatit të një objekti në pronësi të bashkëshortit dhe babait të tij, deklaruar si një ndër burimet për një apartament në Tiranë. Bashkëshorti i subjektit ka pasqyruar për deklaratën e vettingut pasurinë supermarket, tregtim pjesë këmbimi plus servis, auto plus godim banimi me sipërfaqe totale 635 metër në katror, me vendodhje patosfier në bashkëpronësi me babain e tij, me pjesë takuese 50% secili. Si burim krijimi janë deklaruar të ardhurat nga puna e prindërve dhe nga shitja e një apartamenti të mëparshëm. Komisioni konstatoi kontradikta mes deklaratave të prindërve të bashkëshortit lidhur me këtë pasuri, por konkludoi se kjo situatë nuk sillte ndonjë pasojë pasi mbeteshin në një nivel deklarativ. Ndërsa pamjaftueshmëria financiare konstatuar në vitet 2004-2006 në shumën prej 1.3 milion u çmua si fakt i pamjaftueshëm për penalizim. Vendimi i KPK u gjeti pabazuar nga komisionerja Irena Nino, e cila kërkoi verifikimin e përfundimeve të arritura në shkallën e parë të vettingut, si dhe që të vendoset në mënyrë alternative lënia në fuqi e konfirmimit ose ndryshimi dhe shkarkimi i subjektit. Shkarkimi nga detyra të Zavalanit e ka kërkuar prokuroria e posaçme antikorrupsion për mos deklarim të mjaftueshëm të pasurisë dhe cënim të integritetit.